Mbroma dhe mirë se vini në Redstor, me mua sonte në program janë Albatros Reqer, mbroma Albatros. Flogert Muqe, mbroma Flogert. Frok Qubi, mbroma Frok. Dhe Skënder Mëngjozi, mbroma Skënder sërish. Ne si që jemi bashkë. Albatros, çfarë mundon në Kosovë? Asgjë jashtëzakonshme. Përveç zgjedhjeve. Përveç zgjedhjeve. Në fakt zgjedhjet jashtëzakonshme janë pozakonshme, dhe ato. Domethënë, tash elektorati në Kosovë është mësuar me këto gjëra, nuk është që eksitohet në mënyrë të veçantë për këto. Por ky epilog ishte i pritshëm. Tash na besoj do e diskutojmë, po unë nuk pajtohem me editorialin tënd qatë që the që Albin Kurti e qoj Kosovën në zgjedhje, tash nuk është Albin Kurti e gjithë Kosova dhe nuk është vetëvendosja e gjithë spektri politik. Jo, po është 52% e votuesve. Po, 52% e votuesve, nuk do më thënë ajo nuk është shumica e cilësuar që duhet për të zgjedhur presidentin. Është një gjë që duhet të thënë. Okej, po në lojë politike ti e di, qeveria është, majoranca është e para që shkon under scrutiny. Pastaj sigurisht të faktorët e tjerë. Qytetarët e Kosovës kur dalin në zgjedhje, njëjtë si qytetarët e Shqipërisë, se kemi një sistem të ngjashëm kushtetues, votojnë për kryeministrin, nuk votojnë për presidentin. Edhe logjika politike është e thjeshtë, ti duhet ta marrësh shumicën, 51%, edhe ti qeveris me vend. Tash, çfarë ka ndodhur për shkak të disa interpretimeve të gjykatës kushtetuese, të cilat, domethënë, nuk janë bashkë më të mira, tash koha po e tregon këtë gjë, është betonu bojkoti si formë e presionit politik. Domethënë, Kushtetuta e Kosovës thotë që presidenti zgjidhet në raundin e tretë, nëse duhet ajo shumica e thjeshtë, por në 2 raundet e para duhet 80, por ama duhet votohet. Ta çka ka bërë gjykata kushtetuese e ka kriju këtë precedentin që ti thjesht duke mos marrë pjesë në votim, ti e bllokon procesin. Po në kod djeu votua apo jo? Pati votim. Nuk është votu. Ajo ishte një performancë që e bëri lëvizja vetëvendosje për treguar që kandidati i tyre e ka shumicën e thjeshtë që nëse do ishte një proces normal, në raundin e tretë do zgjidhej presidenti. Tash është kriju ky komplikimi, mbi atë komplikimin që ne e kemi me 20 vendet e rezervume që janë, që ti nuk të mjafton të fitosh 51% qeverisësh me Kosovën, po të duhet më shumë. Edhe kjo tash do e krijojë një situatë në cilën skena politike do pastrohet. Njerëzit, unë kam mendimin që nuk do jemi vetëm me këto zgjedhje, do kemi edhe një palë zgjedhje të tjera në fund të vitit, sepse këto zgjedhje nuk do të zgjidhin asgjë. Prap do kemi një situatë blokade, prap nuk do janë ato 80 votat e nevojshme për të zgjedhur presidentin, edhe do vim në një situatë kur skena politike në Kosovë të dohet në 2 bloqe. Kush është me Albinin dhe kush është kundër Albinit. Ka përshtypjen që edhe sot pak a shumë kështu është, po ja, nuk është e fragmentizuar, ti ke 3 subjekte politike, tash njerëzit nuk do e djegin votën. Pa e thoni që Albini do shkojë më shumë se 52%. Unë jam i bindur që Albini... Se në kote e opozita kam parë disa reagime shumë entuziaste. Këtu është kalkulimi gabim që e bën opozita në Kosovë, dhe kjo është arsye pse ata kanë bllokuar procesin. Ata nuk kanë qenë të interesuar për zgjidhje, dhe Albini e ka pranuar sfidën, ka thonë, "Okej, s'po dua asun zgjidhje." Ata duke menduar që nëse shkojmë në zgjedhje, Albin Kurti do merr më pak vota. Dhe do i zvoglohet fuqia politike dhe do e gryn. Është e kundërta, sepse në fundit është problem të shkohet kundër një njeriu i cili ka 16 euro në konto. Populli i Kosovës nuk është si populli i Shqipërisë. Populli i Kosovës i shikon këtë gjë. E shikon kush kundër kuj është përballë. Nëse tash Albin Kurti me disa njerëz të tij është përballë një kastë milionerësh, kjo në Kosovë e bë diferencën. Sepse atje sot në Kosovë nuk votohet për ideologji, votohet kush është i korruptuar edhe kush nuk është i korruptuar. Njerëzit i kanë kriju ato idetë e veta kush është i korruptuar dhe kush nuk është i korruptuar. Të gabuara. Të gabuara. Absolutisht nuk janë të gabuara. Absolutisht nuk janë të gabuara, sepse domethënë ne jemi popull i vogël, edhe nëse vetëm sektorin e energjisë, pos 2 dele, një makinë, një gjë të vogël aty edhe tash mi ke miliona ku i bën me rrogë zbon. Të bëj pyetje? Nuk bën me rrogë. Të bëj pyetje. Ti a harxhon një lloj energji në Kosovë si në 2015, 2020, si në 2020, 2020? Energji elektrike, rrym.
A shpenzon një lloj, sepse qeveria 2015-2020 ka shpenzuar për blerje 270 milion, ndërsa në kohën e zotit Albin ka shpenzuar 930 milion. Dhe ka një aferë të madhe të energjia aty. Asë një aferë, nuk shet ti. Ajo aferën, sërë gjithë të kështë, Kosovo një pikë vend, edhe... Kontratat janë super të shimtat të energjia tani dhe këtë... Ajo është ato janë prolla... Dhe të Albini nuk e thua. Jo, ta mbajmë ke regullat se kjo pastaj është debat që nuk zgjidhet. Janë prolla për tale. Po ke regullat është më... Ndërsa në kohën e zotit Albin ka shpenzuar 930 milion. Dhe ka një aferë të madhe të energjia aty. Asë një aferë, nuk shet ti. Ajo aferën, sërë gjithë të kështë, Kosovo një pikë vend, edhe... Kontratat janë super të shimtat të energjia tani dhe këtë... Ajo është ato janë prolla... Dhe të Albini nuk e thua. Jo, ta mbajmë ke regullat se kjo pastaj është debat që nuk zgjidhet. Janë prolla për tale. Po ke regullat është më mirë ta mbajmë ke regullat. Ajo është ato janë prolla për tale, sepse është një pikë vend, Shifrat nuk edhe janë prolla populli Kosovë për dallim për popullit Shqipëri flet, thot, mi ki marë 50 euro, mi ki marë 5 euro. Do më thonë njerëzit flasin Propaganda e edhe njerëzit flasin, edhe të ishin vërteta, a i do binte... Propaganda e vërteta që është rritur. Po, e vërteta që është rritur. E kore... Se jam i sigur që do shkoj më shumë, po... Arsyeja se energjia hargjohet, Kosova ka pas probleme me prodhimin e vetë, janë arsye reale. Me Albinin ka patur probleme ekonomia, biznesmenët po ikin nga Kosova, po vinë në Shqipëri. Do më thënë, gjitha problemet nuk kanë ndodhur nga lufta në Ukrainë, Kosovë. Skënder, po Skënder. Me pa me sy distant. Kjo është fushat elektorale i cila vjen më pas, po tani u mendoj duhet lexojmë këtë moment që është moment bllokimi. Kosova ka i parlament me 120 vetë. Për të zgjedhur presidentin duhet kvorum me 80 vetë. Është kjo që ju thatë me drejt që është kvorum bllokues. Albin Kurti sot ka 57 mandate. Si kryetari një maxhorancë numerike e cila është hap bëj qeverin dhe e tregoj, unë kam një dilemë. Zoti Kurti, ose ofron një zgjidhje politike sepse është si puna e saj valles që ai pari mban dhe atë shamin që e tund dhe e heq vallen. Dhe nuk është e rastit se është partia më e madhe. Është partia që duhet marrë iniciativën e para. Nuk është rastit që edhe partia që mandatohet për bërë qeverinë është ajo që ka më shumë vota.